Përshëndetje dhe mirë se u gjetëm në podcastin e lajmeve të vërteta. Këtu do gjejmë aktualitete të titujve kryesor sot në botë, komentime dhe analiza, sikurse dhe inkurajim ka urtësia e shkrimeve të shenjta, për të marrë një perspektivë jo vetëm logjike, po edhe shpirtërore. Dhe le të flasim për disa lajme. Dhe fillojmë me lajmet në Iran, për çfarë na raportojnë mediat sot. Lexojmë titujt kryesor. Pra Irani Izrael Sheba ka hyrë në ditën e 36, pra në muajin e dytë. Dhe shohim që Irani rrëzon 2 avion amerikan, na thuhet, dhe 1 helikopter amerikan. Ndërkohë nga pala e Izraelit kemi një reagim të fortë, ku Netanyahu shpreh se do vjojnë sulmet dhe derisa ta shtypin regjimin e Iranit, sipas tij një regjim terrorist që duhet neutralizuar, dhe do vjojnë edhe sulmet ndaj infrastrukturës së këtij vendi, ku kemi parë shkatrimin e disa urave dhe akseve rrugore kështu me radhë. Në Amerika kemi një lajm rekord ku presidenti Trump kërkon një buxhet 1.5 trilion të dashur miq. Pra kujdes, jo miliard, po trilion, pra triliard. 1.5 trilion dollar për mbrojtjen, pra për të financuar luftën gjatë vitit 2027. Dhe ky ndoshta nuk është një lajm i mirë. Pra kemi rritjen plus 40% të buxhetit ushtarak, që është më i madhi që pas luftës së dytë botërore, luftës nazifashiste të njohur kundra Hitlerit. Pra 1.5 trilion dollar do shpenzohen për luftime. Ndërkohë që bota është në krizë, shohim këtë situatë që vjen në Amerika. Ndërkohë, thirrjes për arpushim 48 orë nga ana e Amerikës, Irani hedh poshtë dhe kërcënon se do vijojë goditje dërmuese. Dhe ndoshta goditja më e madhe është pikërisht ajo që kemi folur, mbyllja e ngushticës së Hormuzit, një pjesë mjaft e rëndësishme ku kalon 1/4 e gjithë energjisë botërore, dhe kemi një bllokim shumë të madh aty të anijeve që transportojnë naftën, gazin dhe lëndët e para, që shërbejnë për prodhimin e energjisë, dhe kuptojmë që energjia pastaj shërben për prodhimin pothuajse të gjithçkaje. Dhe për sa kohë vjon e mbyllur dhe bllokuar kjo ngushticë nga pala iraniane, do vjojnë të rriten çmimet, të rritet inflacioni, dhe kemi folur në seritë e podcasteve tjera që OKB-ja ka diskutuar edhe sigurinë ushqimore të dashur miq. Pra kemi ardhur në kohën e mirë rikthyer më saktë ku diskutohet ushqimi, diskutohet zija e bukës. Pra mënyra si ta parandalojmë që mos të shkojmë tek ajo pikë, pra çfarë diskutohet. Dhe një lajm shumë interesant në OKB-ja, një reagim do thoja mjaft i pazakont, është pra ndodhi dje ku OKB-ja së pari shtyu votimin për Hormuzin për të garantuar dhe siguruar lëvizjen aty, e shtyu edhe për një javë, pra edhe për një javë ngushtica do vjojë e ngushtuar, ose më saktë e mbyllur. Po themi ngushtuar sepse disa anije aty fatmirësisht kalojnë, po janë vetëm ato anije të quajtura si prej palëve mike me Iranin, siç janë ato kineze ose ruse, e me radhë. Ndërsa palët e tjera, pra anijet e tjera duhet paguajnë një tarif $2 milion për të kaluar anijet, çka është një tarif kuptohet e konsiderueshme dhe ndoshta e papërballueshme. Sikurse kemi pasur dhe tentativa të kalimit të anijeve pak të pagesë dhe ato kanë rezultuar të goditura. Gjithsesi, ajo që është interesante që do donim të ndanim është që gjatë këtij samitit të OKB-s kemi një deklarat vetë nga presidenti Putin dhe Erdogan gjithashtu, të cilët bëjnë thirrje për armpushim. Kjo është mjaft interesante sepse nëse e marrim në terma praktik, pra që ta analizojmë pak thjesht, nëse ka një përfitues që përfiton
në mënyrë të konsiderueshme nga kjo situatë, pra bllokimi i kësaj ngushtice në Hormuz të Iranit, është pikërisht Rusia, sepse Rusia duke qenë një vend prodhues i naftës dhe gazit dhe duke parë dhe rritjen e çmimeve në treg, patjetër që ka mundësi të shesi më shumë dhe të përfitojë më shumë. Por ç'a mund të nxjerrim nga kjo deklaratë e presidentit rus është që situata duket shumë e komplikuar në terma afatgjat. Pra dakord, në terma afat shkurtër, për momentin Rusia përfiton nga bllokimi i kësaj ngushtice dhe nga rritja e çmimeve, sepse shet më shumë dhe fiton më shumë. Por ama ka një realitet që besoj duhet jemi të vetëdijshëm që në botë jemi të ndërlidhur. Pra nuk është se çdo shtet është një ishull më vete. Pra Rusia mund të fitojë në terma afat shkurtër, por në terma afat gjatë edhe ajo do humbasi, sepse bota, siç thamë, është ndërlidhur. Çdo shtet është ndërlidhur me njëri tjetrin dhe të gjithë do humbasi në fund. Sepse nëse shtrejtësohet, le të themi, ushqimi ose lëndët bujqësore të tjera, prap Rusia duhet i blej këto lëndë. Biollafi duhet edhe ato importoj. Dhe si rrjedhoj atë që ka fituar sot do të humbasi në të nesërmen. Gjithashtu interesant dhe reagimi i presidentit Erdogan, presidentit të Turqisë, duke ditur që edhe Turqia në situata të tilla gjithmonë historikisht, po edhe tani ka qenë një shtet që përfiton sepse është një vend tranzit ku kryen, le të themi, transporte dhe eksporte nga palë dyta dhe treta, por edhe ai thërret pikërisht për anë pushim. Dhe këto janë sinjale të mira, dashur miq. Pra shohim një ndërgjegjësim dhe një, le të themi, objektiv afatgjat edhe nga këta dy presidentë, të cilët në vend përfitimit të tyre të momentit i shohin gjërat më me pjekuri, më në terma afatgjat dhe bëjnë thirrje pikërisht që të zgjidhet ky konflikt. Ndërkohë në Ukrainë kalojmë, kemi mbi 500 dron dhe raketa nga pala ruse dhe Kremlini ka bërë thirrje që më saktë vijon të përsërisi thirrjen që kusht për të ndaluar luftimet dhe për të nisur procesin diplomatik të armëpushimit dhe të stabilizimit të përhershëm të paqes midis tyre dy vendeve është vetëm tërheqja e Ukrainës nga zona e Donbasit, e cila tashmë prej disa vitesh është pjesë e Rusisë. Mos harrojmë që aty është kryer një referendum ku shumica e popullsisë, pra me shumicë zërmuese, kanë votuar për të kaluar në pjesën e Federatës Ruse. Dhe duhet të theksojmë që aty popullata është jo vetëm pro-ruse, por e kombësisë ruse. Ky është edhe, le të themi, arsyeja ose preteksti, le të themi, në terma të tjerë, që ky luftim u amplifikua. Ishte pikërisht mbrojtja e kësaj popullate, sipas pretendimeve të palës ruse, pas grushtit të shtetit në Ukrainë në vitin 2014, dhe më tej vijoi me aneksimin e saj pas prishjes së marrëveshjes së paqes në Stamboll, pra prap një koincidencë midis Rusisë dhe Turqisë, nga pala ukrainase në ndikimin e presidentit britanik Boris Johnson të asaj kohe. Pra u arrit një akord paqe në atë kohë. Forcat ruse ishin gati shumë pranë Kievit. Ukraina si thirrën për bisedime, ulën në Stamboll, u arrit paqja, u firmos, por më pas ndërhyri Anglia dhe këte kanë pranuar vetë ata zyrtarisht. Pra nuk po spekulojmë këtu, por po themi vetëm të vërtetën se ky është qëllimi i kësaj shërbese, që vetëm e vërteta do na nxjerrë të lirë. Dhe u prish kjo marrëveshje paqes. Dhe Rusia kërkon rikthimin tani të kjo marrëveshje, që kishte si kusht tërheqjen e trupave ushtarak Ukrainas nga zona e Donbasit. Pra kërkon rikthimin e marrëveshjes së Stambollit. Ndërkohë nga ana e presidentit Volodymyr Zelenski,
nuk ka një reagim direkt, pra një përgjigje direkte ndaj autoriteteve të Kremlinit, por ai kërkon sërish të futjen e Amerikës në këto negociata. Pra ka deklaruar shprehimisht që kërkon që Amerika të rikthehet, të ketë një vizitë të delegatëve amerikanë në Kiev, ku të ftohet sërish Rusia dhe të vijojnë bisedimet trepalqe. Bisedime që në fakt nuk kanë rezultuar të suksesshme për vetë faktin sepse gjatë tyre bisedimeve, dhe këtë duhet ta themi sepse është fakt i konfirmuar edhe nga vetë pala ukrainase, pra gjatë bisedimeve tripalqe është kryer një atentat në Moskë ndaj një delegati, pra një generali rus nga disa agent Ukrainas, cilët janë arrestuar më pas, dhe po gjatë këtyre bisedimeve në muajin dhjetor të vitit kaluar është kryer atentat direkt me dron ndaj presidentit Putin në zonën e Valdajt. Pra duke qenë se këto negociata nuk kanë prodhuar rezultate, edhe pala ruse nuk i sheh më si të arsyeshme, sepse nuk ndihet e sigurt dhe nuk i shikon si mbledhje tripalqe për të arritur një rezultat paqeje, pra një proces stabilizimi të situatës, po i shikon më tepër si manovra luftarake për të eliminuar kundërshtar politik nga pala ukrainase. Ndërkohë mund të analizojmë që edhe kërkimi i përfshirjes së Amerikës gjatë kohës që Rusia vijon përsëritjen e thirrjes për tërheqje nga zona e Donbasit, duket sikur është më tepër një justifikim, sepse në fakt vetë presidenti amerikan Donald Trump i ka përsëritur Zelenskit vazhdimisht që të pranojë ofertën e Rusisë pra të rikthehet tek marrëveshja e Stambollit, që patën firmosur, dhe kjo do garantonte armëpushimin dhe ndalimin e luftimeve edhe sipas presidentit amerikan. Dhe vijojmë tek ekonomia, pra kemi krizë globale, nafta Brent është mbi $120 dhe Banka e Amerikës paralajmëron një stagflacion, pra stagnacion dhe inflacion. Inflacioni i ushqimeve gjithashtu është në rritje globale, çmimet janë nga 40% deri në 120% më të larta, kryesisht në vendet e gjirit persik. Pra ato janë më të prekurat, por shohim tendencën nga 40 deri në 120%, dashur miq. Dhe le të kalojmë tek reflektimi për sot, një reflektim i shkurtër. Pra çfarë tregojnë këto lajme të sotme? Dhe shikojmë këtu pak më tepër me një këndvështrim disi më të shkëputur nga ndikimi i këtyre tensioneve. Shohim lajme që tregojnë një botë të thyer, të dashur miq. Pra ka thyerje dhe ka përçarje. Dhe thirrjet për anëpushim përballen jo me dëgjim, po me raketa. Udhëheqësit nuk flasin më për dialog, po shohim mënyra si t'i shmangen dialogut, pra gjejnë justifikime, përfshin palë të dyta, palë të treta, pra nuk dalin ballë për ballë, ose nuk dëgjojnë në mënyrë të thjeshtë dhe praktike thirrjet. Sikurse nuk pranojnë dhe kushte, edhe kur nuk bien dakord, të paktën të ulen dhe diskutojnë që si mund t'i negociojnë për të bërë një kompromis. Pra ndryshe, sillen ndryshe nga çka ndodhur në të kaluarën. Pra nuk flasin për dialog, po flasin për shtypje, flasin për dërmime, flasin për shkatrime. Dhe çmimi i kësaj, të dashur miq, është kriza ekonomike. Kriza ekonomike e prodhuar nga kjo krizë politike, që vazhdon të godasi më tepër njerëzit në nevojë, pra të varfrit. Dhe konfliktet, tham, nuk janë të izoluara, bota është ndërlidhur,
Dhe të gjitha këto konflikte duhet kuptojmë që ushqejnë njëra tjetrën. Pra se i efekti domino. Pra nëse ka luftë diku, si rasti konkret në Iran, në Ukrainë, nuk do të thotë që është larg meje dhe s'ka për të mprekur kurrë. Bota sot më shumë se kur është shumë e ndërlidhur në bazë të tregtisë, infrastrukturës, komunikimit, dhe ku ndodh një problem diku andej, impakton të gjithë rrjetin. Dhe duke prekur të gjithë rrjetin, prek të gjithë globin. Dhe për këtë i shohim edhe deklaratat nga presidentët që po përfitojnë tani nga kjo krizë. Ata prap thonë mjaft, sepse shohin të ardhmen e projektuar që nuk është optimiste. Pra ata duhet ishin të parët, si në rastin e Putinit dhe Erdoganit, që mos të shpreshin në OKB dhe të thoshin le të vazhdoj sepse ne po fitojmë para tani. Po jo, ata i dinë gjërat, i kanë informacionet, me sa duket, dhe edhe ata po bëjnë thirrje për anëpushime. Po ndërkohë shohim që nuk ka përgjigje nga palët e tjera për anëpushim. Dhe në të gjithë situatët, dashur miq, vlen që të shkëputemi pak në ky realitet dhe jo thjesht ta refuzojmë që nuk ekziston tani, të bëjmë hipnoza, por të shohim pak gjërat më thellë, pra në brendësinë tonë. Dhe këtu na ndihmon shumë shkrimi i shenjtë, dhe kjo është pjesa shpirtërore e kësaj rubrike, pjesa e inkurajimit, ku do flasim për paqen në këto kohë të pazakonshme. Dhe në shkrimin e shenjtë në Bibël, tek letra e Hebrejve 12:14, na thuhet: kërkoni paqe me të gjithë dhe shenjtërim, pa të cilin askush nuk do ta shohë Perëndin. Pra kërkoni paqe me të gjithë dhe shenjtërimin, pra e përsërisim, dhe na thuhet pa të cilin askush nuk ka për ta parë Perëndin. Pra në këto ditë, dashur miq, kur këto lajme janë të mbushura me sulme, me kundër sulme, me kërcënime apo kundër kërcënime, ky varg nga fjala e Perëndis na flet ndoshta me një fuqi edhe më të veçantë. Sepse po të ishim në kohë të qeta, ndoshta ky varg nuk do kishte kaq shumë efekt. Por duke ndodhur pikërisht në këto kohra, duket sikur fjala e Perëndis ka më shumë forcë në zemrat tona dhe mund ndikojë më fort tek ne. Pra vëmë re se fjala e parë është kërkoni. Nuk na thot Zoti prisni apo shpresoni për paqe. Thot kërkoni për paqe. Kërkoni paqen me të gjithë. Kjo do thotë se paqja nuk është diçka pasive, që ne nuk bëjmë asgjë dhe vjen vetë paqja. Në asnjë mënyrë. Paqja është diçka aktive. Këtë na thot shkrimi i shenjtë, dhe kërkon përpjekje të qëllimshme. Është tamam përpjekje, është një angazhim, një vendim që njeriu merr për veten e tij për të bërë paqe dhe kërkon impenjim, sepse këtë bësh dhe me njerëz të tjerë pasaj. Por ama nuk ka për të ndodhur vetë, dhe këtë mund të mësojmë nga kjo urtësi e Biblës. Pra paqja nuk ndodh ka vetë. Ose ka sot fetë ndryshme që thotë mos bëj asgjë dhe gjithçka do shkojë mirë. Po jo. Nuk mëson këtë krishtërimi, dashur miq. Mëson për të arritur paqe duhet të aktivizohesh. Duhet ta kërkosh paqen. Duhet të punosh për të. Dhe për ne si besimtarë krishterë, dashur miq, që edhe në këto situata shohim edhe për brenda besimtarëve fatkeqësisht,
një polarizim ku ka diskutime, ka debate që disa mbajnë krahun e Izraelit, disa mbajnë kundra Izraelit, disa më the thash. Shkrimi na thërret që mos të ndjekim një botë që ndjek shkatrimin. Shkrimi na thërret që ne jemi të thirrur të ndjekim paqen, vetëm paqen. Dhe po të vëmë re, na thuhet të paqe duhet ta kërkojmë me të gjithë. Pa përjashtim, pra, jo vetëm me ata që për shembull mund ta kemi më të lehtë për t'i dashur, ose na pëlqejnë, ose me ata që mendojnë njësoj si ne. Shkrimi shenjtë që është fjala e Zotit dhe është e vërteta, na thot gjën e dur, na thot kërkojeni paqen me të gjithë. Dhe kjo, të dashur miq, përfshin edhe armiqt. Vetë fjalët e Jezu Krishtit janë: ti doni armiqt tuaj, të luteni për ata që ju përndjekin, të bekoni ata që ju mallkojnë. Pra ti bëni mirë edhe armiqtve, dhe duhet luteni për ta. Pra kjo është qëndrimi i një besimtari të rilindur, një të krishterë në këtë luftë, duhet të lutet edhe për ata që ai konsideron armiq. Pikërisht të kërkoj paqen me të gjithë, edhe me ata që na kanë lënduar, të dashur miq. Zoti thërret të kërkojmë paqen, edhe me ata që refuzojnë të dëgjojnë. Mos të lodhemi së kërkuari paqen, sepse do korrim në kohën e dur, thotë Shkrimi i Shenjtë. Por vargu shohim që nuk dalet me kaq. Ai shton dhe fjalën shenjtërim, sepse paqja e vërtet nuk mund të ekzistojë pa drejtësi. Paqja që thjesht mbulon pa drejtësinë nuk është paqe. Mund të jetë një armpushim i përkohshëm, ose si shohim deklarata sot që dalin në modë dhe thonë paqe nëpërmjet forcës. Po si, paqe nëpërmjet dhunës. Paqja nëpërmjet dhunës është ti mbyllësh gojën tjetrit. Ti tregosh, ti thuash pusho dhe bëj siç them unë, por mos bëj si bëj unë. Kjo nuk është paqe, të dashur miq. Prandaj duhet shenjtërimi. Pra shenjtërimi do të thotë që ti një herë t'japësh shembullin. Dhe përmjet shembullit t'japësh modelin tënd. Jo të bësh ndryshe dhe thuash ndryshe. Pra, shenjtërimi është pikërisht të jetuarit në një marrëdhënie të drejtë së pari me Perëndin dhe së dyti me njëri tjetrin. Ky është ndoshta themeli, dhe jo ndoshta, në fakt është vetë themeli mbi të cilin mund të ndërtohet paqja e qëndrueshme. Të kërkosh Zotin dhe ta duash atë, dhe atë e gjejmë në fjalën e tij. Për ata që kërkojnë, Perëndia jep frymën e shenjtë, na thot Shkrimi, dhe ata e gjejnë në fjalën e tij, që është në Bibël. Dhe kjo fjalë të mëson të duash, pra në dashuri dhe në të vërtetë. Kjo është paqja, është gjithë qëllimi i Perëndis. Të njohësh atë dhe ta bësh të njohur dhe të tjerëve. Pra tek palët e tjera nëpërmjet dashurisë që prodhon paqe. Dhe shohim se pastaj vjen dhe pjesa më e fuqishme ku na thuhet që pa të cilën askush nuk ka për ta parë Perëndin. Pra pa shenjtërimin. Me fjalë të tjera, mund kuptojmë që përçarja na pengon që ta shohim Perëndin. Kur mbajmë zemërim, të dashur miq, kur refuzojmë të falim, kur zgjedhim luftën në vend të dialogut. E dini çfarë po ndodh kur bëjmë këtë gjë? Po ndodh që ne po vëmë një bllokim midis vetes dhe Perëndis. Dhe nuk do jemi në dritë dhe nuk do kemi më bekimet e Zotit nëse mbajmë inate, nuk falim, mbajmë zemërime dhe duam të akmerremi ndaj të tjerëve. Pra nga ky shkrim kuptojmë edhe këtë që po ndodh në botë, të dashur miq.
Për sa kohë vijohet me mosfalje, me zemërime, me luftë në vend të dialogut, nuk do ketë paqe. Kjo është e vërteta. Por për ne që besojmë apo që po kërkojmë të njohim Zotin dhe kërkojmë të njohim vullnetin e Tij, dhe po shohim që një pjesë mjaft e rëndësishme e vullnetit të Tij dhe vetë qëllimi i Tij është paqja midis njerëzve, vlem që të shohim se si mund ta zbatojmë këtë njohuri besimi në kontekstin e sotëm. Pra pikërisht në këtë luftë kuptohet që ne, nëse besojmë, nuk mund të zgjidhim konfliktet. Si në lindjen e mesme, si në Ukrainë, nuk na takon neve dhe nuk kemi ne fuqinë të zgjidhim konfliktet, por ne mund të fillojmë aty ku jemi, me jetën tonë, me veten tonë, dhe mund të ndryshojmë veten tonë, në familjet tona, në lagjet tona, në vendet ku punojnë, për shembull. Mund të zgjedhim që mos të urrejmë, sepse është zgjedhje, është vendim, edhe të mos të urryerit. Mos të mbajtur inate, por të jemi instrumente të paqes, të jemi promotor të paqes. Në këtë botë që ndoshta fatkeqësisht miq, në pjesën e madhe ka harruar se si duket paqja. E ka harruar paqen. Pra që ta mbyllim, miq të dashur, në hirin e Zotit, paqja nuk fillon vetëm në tryezën e negociatave politike. Pra nuk duhet të presim të na sjellim paqen politik bërësit. Paqja fillon në zemrën njerëzore. Tek ne fillon paqja, për brenda nesh. Për shembull, çdo zgjedhje për të falur tjetrin dhe mos mbajtur inat. Çdo zgjedhje për të kuptuar, për të dëgjuar dhe jo të dënosh direkt tjetrin. Këto mund të jenë fara të dashur miq, që nëse mbillen sot, një ditë në të ardhmen do kenë të korrura të paqes për një botë më të mirë. Për një paqe, siç kemi thënë, që atë i kalon kuptimit njerëzor. Lavdi Zotit, dhe ky ishte podcasti për sot, dashur miq. Ju kujtoj, nëse ju pëlqen ky material, mund ta ndani me miqtë tuaj, mund t'i jepni like, pra pëlqim, share, sigurisht edhe të regjistrojeni në këtë kanal, pra t'jepni subscribe. Dhe ndërkohë, mos harroni, do ta njihni të vërtetën dhe vërteta do t'ju bëjë të lirë. Miru dëgjofshim.